në fazën që shumë prej personave në industri të ndryshme janë pa punë, sepse inteligjenca artificiale i ka hequr nga puna. Po mirë, nuk duhen këta njerëz të tjerë që të kujdesen për inteligjencën artificiale se mos çmendet? Po pikërisht. S'është ajo më që çmendën njerëzit më burr. Kjo është e para, pastaj po njerëzit s'kan qenë njerëz të paçmendur o vlla. Po dakord, po çmendën më keq dhe çmendën me instrumente të fuqishme në duar, se kur ti çmendesh dhe ke një agaçe në dorë, hajtë se po ruajmë, po kur ke bombën atomike. Për futbollin para 50 vjetësh, 70 vjetësh. Ke butonin e kuq, bombës atomike në dorë dhe je çmendur, kjo është lufta me inteligjencën artificiale do të jetë luftë e humbur, por do duhet të jetë graduale, pra duhet të bindemi se çfarë po na vjen. I bën njerëzit të vrasin njëri tjetrin. Edhe pa pasur asgjë njerëzit janë vrarë, është nivel ndërgjegje. Domethënë teknologjia, njerëzit më parë janë vrarë me gur, pastaj filluan. Nëse një budalla ka një sopat në dorë, prapë është e rrezikshme. Nëse ka një kompjuter në dorë, prapë është e rrezikshme. Ai budallaj me sopat në dorë, ka mundësi të vrasin një dhe dalin 10 mënshura rrethojnë dhe ja marrin sopatën. Ose ky budallaj ka disa budallaj sot që ka një buton kuq në dorë dhe ai mund të. Një pjesë e këtyre njerëzve, në këtë epokë, një pjesë e këtyre njerëzve nuk do të njerëzit një sekondë. Ajo çfarë po ndodh sot? Sot jemi në prag të një lufte të re botërore. Për shkak se janë çmendur ata që janë. Duket se njerëzit s'e kanë kuptuar akoma që nesër pas nesër, jo disa profesione, po të gjithë profesionet do zëvendësohen nga robotët. Jo të gjithë. Atëherë jam duke thënë që do përzidhet një kategori njerëzish të cilët do funksionojnë të linked ose si më thënë me një robot. Linked devices me Elioni do filloj dhe një pjesë tjetër do jenë njerëzit social të cilët duan ta ruajnë identitetin e tyre, por është e pamundur nëse nuk reagojnë në kohë. Domethënë të bëhet një lloj ndarje. Florina, e kanë kuptuar apo se kanë kuptuar akoma këtë gjë? E kanë kuptuar përderisa ka protesta kundër Digital ID në Londër e pam këtë, që është shumë e theksuar si protest, dhe edhe në Amerikë. Ka shumë protestues. Çfarë nuk kupton kjo? Futjen e ndonjë qipi në lëkurë, çfarë nuk kupton kjo Digital ID-et? Pak vende po e bëjnë ato, por që po testojnë në Suedi 20.000 qipa dhe po funksionon. Qa ndodh me këtë qipi? Gëlltitet, vendose diku? Erioni tha që e futa telefonin në xhep dhe e fika dhe askush nuk mund të më gjej. Erion, më mirë gjindesh i fikur se sa i ndezur. Po, e para. E dyta, sepse është qipi. Edhe dëgjohesh me telefon të fikur. Sepse kontrollohen, është një database që e kontrollon atë, me email. Po që kontrollojnë me Saran Fasule punë e madhe? Po jo, kontrolli më i keq, nuk është kontrolli që ka ai që të di çfarë bën dhe diku jetë. Kontrolli më i keq është kur ti bën çfarë të ka programuar dikush. Pikërisht. Ajo që bën rrjetet sociale nëpërmjet algoritmeve, ty të bombardon me reklam, informacion, me gjithçka dhe truri jot krijon botën virtuale që do ai që më lejo të t'jap një shembull, është perfekte. Dhe nuk është se do dikush, po kjo është një botë idiote virtuale, e cilën njerëzit dhe shifën brezët e ri, brezi i ri. Të t'jap një shembull. Ti thua fëmijën sot dil në rrugë luaj, përpara se na linin prindet luanim. Do të thënë se rrin shtëpi pse po ikën. Kurse sot i thu fëmijëve dil më loza i zot, pra është fina normale, do të thënë. Të jap një shembull për këtë. Jo, më sa programimi dhe është për të ndaluar. Nuk u ngritën në Nepal, ky brezi u ngritën në Nepal atje dhe bëri namin e zi. Po të bëri vrau njerëz u vrau, po u thye diktatura. Se kur ke parti që të ndodhi pa derdhje gjaku? Në asnjë vend të botës nuk ndodh. Mos merr, e para njëra ajo është një lëvizje shpërthim spontan. Jo, s'është vetëm në Nepal. Është në shumë vende të ajo është frymë anarkiste, nuk prodhon ai një rend. Edhe ai rendi që do prodhohet mbas asaj do jetë prap problematik. Se kështu ka ndodhur gjithmonë në revolucionin. Po nuk është çështja e që zvarron, çështja është rregullosh një gjë. Kështu s'bëhet. Të qëndrojmë në temë se bollu kemi bërë politik. Atëherë, një shembull për atë që sapo thatë, e tha shumë mirë. Programimi. Në vitin 2020, kur ishim në kohën e Covidit, pra që ishim të mbyllur, si u përdor nga galopantët, po themi, gjigantët e ekonomisë, research jonë. Nëse ne bënim search në internet, çfarë është, si ta pi, si ta vesh, pyetja e tretë, më e klikuar ishte si të dobësohem. Dhe Ozempiku ishte një nga përgjigjet, që sot është një nga fitimprurësit më të mëdhej të farmaceutikës, po kush e zotronte? Big Pharma. Kush është? Është Bill Gates. Është Bill Gates. Pra, në momenti që ata i përgjigjen, ato tani më po programojnë jetesën tënde, sepse i përgjigjen kërkesës tënde. Po kështu ka qenë kërkesë ofertë gjithmonë? Jo.
Nuk kanë qenë me algoritme. Tani që ëngrën u trashën, do të dobësohen. Nuk i dinin detajet, tani më janë në detaje. Tani janë në detaje. Po në detaje, ti kur shkon te mjeku që bën te çfarë do lloj klinike, shkon në Tiranë. Ai fut të gjitha detajet aty gërmër. Një sekond, se këtu ke edhe një hing të ekonomisë, ku krijohet një piramidë e kontrollit monetar. Po piramidën e kishim edhe në 97. Jo, ata që kontrollojnë pikërisht këto platforma, ata rrisin monedhën e tyre, pra rrisin pasurimin e tyre dhe krijohet një elitë frikshme. Pra ne po krijojmë faraon. Dhe ne po shkojmë drejt një matriksi, na pëlqen apo s'na pëlqen? Faraonët po i bëjnë gropën vetes tani, sepse kanë hapur bunker për çfarëdo lloj situate, sepse kjo timeline ose kjo kohë që ne kemi të bëhet shift. Çfarë do të thënë shift? Ata që janë në krye mund të përfundojnë në fund. Turma është e frikshme. Ata e ruajnë veten për një moment tjetër kur të rikthehen përsëri, për shembull situatë 2-3 vite, ato kanë marrë furnizime, kanë bërë ato bunkerët e tyre. Se do jetojnë ata. Dhe kanë përhapur panik, kanë përhapur kaq shumë panik në botë, sa që të gjithë njerëzit të kenë frikë se do ndodhi diçka. Në fakt nuk do na ndodhi më neve, për këtë jeni të sigurt. Do të ndodhi pikërisht atyre njerëzve disa herë folur në historinë e botës për fundin e botës. Po pikërisht ata e bëjnë këtë, nuk e themi ne. E thon pikërisht ata që duan ta sjellin fundin e botës, fundin, domethënë të një rase apo të një civilizimi. Sikurse kanë sjellë dhe ngrojen globale. Ngroja globale. Një sekond, se po të them, është një meme që ti do e pëlqej shumë. Flitej për ngrojen globale, për karbonin, dhe do e taksojmë sa karbon shpenzon, nami i zi, taksimit, dhe këtu nxirrni një pish dhe që qëndron të pisha, po detyra ime kush është. Pra, domethënë një flusk e cila stonon, një flusk që duket që është gënjeshtër, por që nëse ti e thua do të thonë që je konspirativ dhe konspiracion. Që do të thotë, ti e flet të vërtetën, por nuk ke guxim të transkriptosh të vërtetën që të pritet kjo e vërtet nga të vërtetit me fuqinë të vërtetës për ta sjellë në rend, sepse ti do quhesh teori konspiracione. Jetojmë në një matrix ku e vërteta na është bërë si një diagram që na zhduket, sepse duhet të besojmë atë që na e thonë dhe na intimidojnë. Dhe këtë duhet të thyejmë, ne intimidimin. Gjithmonë ka qenë propaganda, gjithmonë ka ekzistuar. Ata shpjegojnë edhe në kohën e Hitlerit, edhe në kohën e Napoleonit ka ekzistuar propaganda në gjitha kohrat. Shpjegojnë gjën me teknologjinë përgjithsisht. Marsha McLuhan është studiuesi i teknologjisë dhe tregon se si ka vepruar teknologjia mbi njeriu. Dhe ai thotë që teknologjia nuk bën gjë tjetër, vetëm se zgjaton thotë elementet ose funksionet dhe pjesët e trupit njerëzor. Pra, transporti zgjaton këmbët. Ku diun ai transporti do të thënë këto makinat që mbajnë pesha, transportojnë shpatullat. Televizioni zgjaton syrin dhe gjuhën, veshët, gjithçka. Telefoni zgjaton veshin. Ku diun çdo gjë që shpik njeriu në një farë mënyrë zgjaton funksionet dhe gjymtyrët e veta ose pjesët e veta fizike. Tani, nëse ne kemi zgjatuar syrin, veshin, ku diun, krahun, këmbën etj. A kemi zgjatuar ne këto shtrojun iden në mënyrë proporcionale, sepse Zoti na ka dhënë me krahun 1 metër me këmbën. Që 80 vjeç përdor celular, proporcional. Një sekond, do thënë, Zoti na ka... Maja ime përdor celular, baba im... Zoti na ka dhënë krahun 1 metër, këmbën 1 metër e gjysëm, kokën... Jemi në penalti tani, në mesazhin e fundit. Jo, pyetja shtrohet, në qoftë se ne zgjatojmë diçka shumë, diçka tjetër pak, çfarë prodhojmë ne? Ne prodhojmë disfunksionalitet, sepse nuk kemi harmonizuar pjesët tona, gjymtyrët tona dhe funksionet tona. Pra një funksion e kemi zgjartuar shumë, një më pak. Gjitha këto po pas kësaj, ja, kjo është në madhësinë e dorës. Dhe ne çka kemi bërë? Ne kemi zgjatuar funksionet fizike kryesisht dhe më pak ato mendore. Dhe praktikisht jemi një qenie që në gjuhën mjekësore mund ta quajmë idiot. Idioti është ai që ka trupin e të rriturit dhe mendjen e të voglit. Jo, mendore, po në një algoritëm tjetër, në këndvështrim tjetër. Sigurisht që janë edhe mendore zgjatimet, por në një këndvështrim tjetër. Sot kemi zgjatuar funksionet me inteligjencë artificiale. Nuk mbijetojnë dot në natyrë më këta njerëz. Çfarë kemi bërë ne? Kemi zgjatuar funksionet algoritmike apo funksionet e logjikës formale apo do të thonë të nivelit. Si teori këtë bisedë? Po tash, apo flasim teknologjinë tash. Po themi që teknologjia në një farë mënyrë çfarë bën? Deformon qenien njerëzore. Deformon duke deformuar funksionet njerëzore, deformon jetën njerëzore. Nadia. Ja, një sekond, Dorina do të shkojë te Nadia. Atëherë, meqense jemi në fund, i këshilloj televizionistët që të lexojnë 1900-ën, pra është më përpara se ai filmi që ju thatë Erion,
Në 1900 Rudolf Steiner ka sjell disa materiale fantastike dhe flet për botën aramanike, që është bota materialiste, dhe flet dhe për një zhvillim teknologjie, ku ka folur dhe Alice Barley, por Rudolf Steiner sjell trekëndëshin midis vaksinës kundër spiritualizmit, që me shkëput shpirtin nga trupi. Bota materialiste, aramanike. Se kemi nevojë për vaksine? Dhe jo, kemi shkatuar. Ishte metafore e tij, është një metafore fuqishme e tij. Që kur filozofia hoqi dorë nga metafizika, erdhi bota materiale, u zhytëm tek materiale dhe sot realiteti modern, sidomos, themi një element që thotë. Nuk kemi kohë Kur plasi Covidi shumë studiues thoshin pse u kryu ky ankth i madh, sepse ne kemi humbur idenë që jemi qenë të vdekshme. Ne kemi larguar vdekjen nga jeta jonë, nuk e shohim. Kemi larguar varrezat nga qytetet. Pse? Sepse bota moderne na krijon në iluzione sikur ne jetojmë në përjetësi. Kjo është një optikë psikologjike. Kjo është duke e spiritualitetit. Dhe nuk ka nevojë të na bëjnë qipat këtë. E ke në 1900 të shkruar, po dua ta lexojnë, sepse do ta lidhin dhe do shikojnë një lidhje se sa të zhvilluar kanë qenë asaj kohe. Atëherë, me apo pa inteligjencë artificiale, me apo pa identitet digital, baza do duhet të jetë patjetër privatësia të dhënave dhe më pas mundet të zhvillohemi në mënyrë të sigurt. Pa patur privatësinë të dhënave, çdo lloj zhvillimi do të na kthehet katapult. Problemi se ti me gjysore do të na hapësh një temë që do një oxhak. Kryeministri u futi gjithat ministre, ngel 86. E fundi, me që jemi ku ishte një penaltia goli, çaj qunë. Jo, penaltia është U do që minuta. Po, tani është vënçe. Domethënë, thelbi është që neve, duke pretenduar se mjetet që kemi në dorë, zgjerimi këtyre mjeteve na bën ne më të fuqishëm, më të fortë, në fakt teknologjia ka bërë atë që ne jemi në shërbim të mjeteve. Pra ne jemi robëruar krijesave tona dhe instrumenteve që ne i kemi krijuar për të rregulluar jetën tonë. Jeta jonë është bërë në funksion të tyre dhe jo ato në funksion tonë. Ne jetojmë ashtu siç makinat na kushtëzojnë se ne duhet jetojmë. Dhe ky është shkatrimi më i madh që njeriu ka bërë jetës vet me duart e vet. Bota po shkon siç duhet shkojë dhe njerëzit dhe robotikët do ndahet shapi nga sheqeri, kaq. Një sekond, kush do fitoj? Do fitoj ne? Shapi apo sheqeri? Kemi rebelat apo do fitojnë ata? Tani do ta shikojmë sa njerëz ka bota. Po. Dorina? Është një luftë që po i bëhet potencialit të mendjes njerëzore, me çdo lloj toksifikimi, me çdo lloj makinacioni, edhe ai digital dhe ai mediatik. Dhe po dobësohet realisht mendësia njerëzore, qoftë edhe nga memoria e gjatë, ajo po goditet shumë. Njerëzit duhet jetojnë jetën, nuk duhet të ngarkohen me një stres të informacionit të tepërt që marrin, pra duhet të filtrojnë informacionet, sepse mendja duhet jetë më e kthjellët për të jetuar atë që ti e ke afër pragut tënd. Do ja abandonojnë edhe rrjetet sociale dhe me orare, do ishte shumë e mirë, do ishte një këshill shumë e mirë dhe në momentin që vjen një platformë që do jetë, se e kanë gati ka Japoni ka filluar 2 orë në javë, nuk e ta ndihmë. Në momentin që vjen një moment e ID-s digjitale apo i monedhës digjitale, atëherë ata duhet jenë vigjilent. Kur kjo monedhë digjitale do lidhet me këtë kartën ID, aty duhet jenë shumë vigjilent për çdo ligj që bëhet. E fundit një kështu, ka një shprehje që thot kur shkoi njeriu për herë të parë në hënë, thanë, shiko, kemi shkuar në hënë, kemi filluar të ecim në hënë. Po ne s'kemi mësuar akoma të ecim në tokë, do të ecim në hënë. Më e bukur kjo. Mesazhi im është më i qartë se mesazhet e kolegëve të nderuar. Klinika Kate është një klinikë fantastike me shumë teknologji, se doktor Skerdi nuk bën shaka, aty ka shumë teknologji, kozmogoni, aty është një kështu si kur futesh atje si në kozmos. Nuk është ndonjë çudi që unë ta bëj këtë, po nuk e di pse do më duhen flokët, pra nuk është se më duhen mendimet. Një vuajtje më Falenderoj shumë të ftuarit tanë që janë gjithmonë fantastik në këto tema që janë tema të ardhmes, dhe kur i diskutojmë ne, ju e dini që bëhen të përditshme nesër. Profecit Bardhazi. Kështu që do shkojmë publicitet dhe do takojmë me njerë në ndeshjen Bardhazi pas pak.